Përshëndetje. Përshëndetje nga ne. Ne këtu jemi orë plotësuese para provimit në poligon. Me thonë me kandidatin orët i kemi kry, kurse tash jemi para provimit në poligon. Dhe ne tash do kyqemi në ushtrime, kështu që do e shohim zonjushën Arjeta se si do na i bëj ushtrimet dhe është e gati për provim apo jo. Do e vëzhgojmë situatën. Po. Si ndjehesh, a i ke haruar ushtrimet? Na, ke kumcëlla bilen YouTube. Me thonë kanalin YouTube Po. ndihmon, apo? Po, shumë. Okej, do e shohim tash zonjushën se si do na i bëj ushtrimet. Unë tash do zbres prej veture, do me thonë do kyqemi direkt të ushtrimi i tret, më pas do e kapim edhe ushtrimin e parë edhe dytin edhe të katërtin. Vazhdojmë, do me thonë unë tash jam jashtë, ushtrimin e tret. Ushtrimin e tret e kemi mes dy veturave të kyqemi, do me thonë e bëjmë parkingin paralel. Do me thonë parkohemi paralel me veturën para, ne him këtu në mes edhe e llogarisëm sikur ka edhe mbaz veturë. Do me thonë vinë paralel me veturën para që e ka. Tash e ka marrë kthesën full djathtas për arsye se parkingun e ka ke krahu i gjathtë, shiqon pasqyrë. Okej. Jo, Arjeta, ço pak para. Do me thonë ne duhet ndalemi para parkingit, kurse para drejt vetëm drejt. Stop. E shofesh gomën e pasme, Arjeta. Do me thonë 50 cm para parkingit ne ndalemi. Këtë detale ka haruar. Tash full majtas. E tash gomën e para, Arjeta. Edhe jemi okej, mjafton, super. Do me thonë u parkum, super. Edhe tash përsëri, do me thonë ta përsërisëm ushtrimin e tret. Do me thonë një herë e bom me një gabim të vogël, tash ta shohim se a e mbajmë mend. Do thonë e mbajmë mesin e kursis, ndalemi me veturën para paralel, tash vim mbrapa. Okej. Tash duhet ta marrë full djathtas për arsye se parkingun e kemi nga krahu i djathtë. Arjeta, shkopin e dik pak. Okej. Tash diher timonin, i bën rotat e drejta. Gomën e pasme, apo? Edhe tash full majtas. Edhe e përfundon parkingin. Stop, super. Hajde tash nxirren parën edhe vazhdojmë para. Edhe shkojmë direkt të ushtrimi i 4. Kur dalim nuk duhet ta prekim shkopin, do me thonë i vinë veturën para, edhe nuk duhet këtë vjen e plot, me thonë përsëri llogaritet murin ose veturën nga ana e majt, edhe tash vazhdon për të ushtrimi i 4.
Ta shohim ushtrimin e 4. A do mund ta bëje pa ndihmën time? Apo ka nevojë edhe pak për ndihmë, se kuptohet e kemi pak këtë pjesën lart. Ka nevojë për ndihmë. Arjeta, si ndjesh pas frenit punues? Do me thënë Arjeta, njëherë nuk e liron të komplugi, i jepte vetëm gaz, vetura i shkonte nga mbrapa, kurse herën e dytë e lishoj krejt komplugin, edhe vetura ju ndal lufi. Kurse tash a e ke qartë Arjeta. Herën tjetër pa tjetër ta kapim mirë ta boje. Frenin e dorës është pa tjetër se ne kemi rrugë të pjerta, kemi rrugë naltë poshtë edhe na duhet freni i dorës. Apo Arjeta, nuk është qëllimi vetëm ta kalojmë provimin, po qëllimi është se neve na duhet edhe në vijim freni i dorës dhe duhet ta bëjmë pa tjetër ashtu si duhet. Apo? Po. Herën tjetër kur t'na bëjmë mirë të inqizën prapë. Po. E kemi ushtrimin e parë. Ushtrimin e parë fillojmë prej të starti dhe vazhdojmë deri ke stopi. Nuk duhet vijat e plota t'i prekim, as anën e majt, as anën e djathtë. Duhet ta mbajmë mesin e kursisë. Kandidatja ka rreziku pak, ka shku pak ndjathtë. Gjë që nuk është në rregull. Do me thënë u desh tjese majtas ose mesin e kursisë. Tash mbas do me thënë super, është e mirë, po para shkoj krejt djathtas. Tash duhet vazhdoje ta mbaj anën e majt. Edhe duhet vije deri ke starti përsëri. Do me thënë nga mbrapa është super. Super! Arjeta, vërejtje kemi. Do me thonë mbas, do me thonë pjesën rikëfer se kemi vë super. Para përsëri shkove krejt djathtas. Gjë që rrezikojmë. Do me thonë, para i shofish vijat, shkojsh mbi, kurse mbas je perfekt, super. Do e korrigjojmë herën tjetër. Nxirren parën edhe vazhdo para. Edhe prap nuk duhet t'i shkelim vijat. Drejto timonin drejt, lutem mos e merr djathtas. Edhe përsëri nuk duhet t'i shkelim vijat. Shkojmë te ushtrimi i dytë. Dhe tash prej te ushtrimi i parë vazhdon te ushtrimi i dytë. E vazhdojmë ushtrimin e dytë. Ushtrimin e dytë e kemi gjysmë rrethi. Do me thënë nuk guxojmë ta shkelim vetëm anën e djathtë. Do me thënë vjen e plot bardhë. Edhe tash bëjmë gjysmë rreth. Duhet ndalemi. Edhe pak Arjeta, edhe pak. Edhe pak, edhe pak. Stop, që aty është në rregull. Do me thënë, duhet disa kocka të lëmë hapësirë, që ta kthejmë ashtu si duhet vetura. Do me thënë, ta shkojmë mbrapa. Dhe përsëri nuk duhet ta shkelim anën mbrapa, vjen e plot. Okej. Edhe tash përsëri e merr full majtas timonin, do me thënë di lëvizje. Full majtas para, full djathtas shkojmë nga mbrapa. Edhe tash full majtas para edhe rreshtohemi te ushtrimi i tretë. Do me thënë nuk kemi lëvizje tjetër. Edhe te ushtrimi i tretë ne mbajmë mesin e kursisë. Do me thënë nuk jemi as shumë afër parkingut, po as shumë afër vijave të ndërprera. Dhe ne mbaruam ushtrimet në poligon. Do me thënë i përfundum ashtu si duhet.
kemi nevojë edhe pak korrigjim ushtrimin e parë, mirë po kemi hapësirë, do të thonë të mërkurën e kemi provimin, kështu që kemi hapësirë edhe nesër do e rifreskojmë edhe do e bëjmë ashtu si duhet. Atëherë nga ne ju përshëndesim, miru ta kofshim videon e radhës.